Me Izraelin, ne vazhdojmë të thellojmë bashkëpunimin në fushën e mbrojtjes, sigurisë kibernetike e kundër terrorizmit. Kryeministri më lejoni të shpreh edhe një herë mirënjohjen tonë të thellë ndaj Izraelit për mbështetjen kritike gjatë sulmit kibernetik masiv të Iranit kundër Shqipërisë. Ashtu si Izraeli, Shqipëria nuk ka asnjë marrëdhënie diplomatike me Iranin, një vend i madh me civilizim të jashtëzakonshëm që është shndërruar në një ishull terri nga urrejtja e verbër kundër çdo drite. Ndërsa lutemi për shpirtrat e panumërt që kanë humbur ditët e fundit në zjarret e komeinizmit, mbajmë shpresë dhe bindje se ditët e vrasësve të Teheranit po vijnë drejt fundit.